rave tona të përjetshme. Faleminderit shumë. Ndërkohë, kalojmë tek ledi tjetër, to lidhen me të pagjeturit. Janë 3 ekspozita të ndryshme. Po nalave shkurt e kjo, po. Run of Your Life, rreti jetosh me kujtime të pagjeturve. Po nalave shkurt, kjo është ekspozita që ka dalë prej Kongës që e pam pak ma herët, për ata që s'janë. Kur i kom taku aktert e ndryshëm, dhe më thonë institucionale dhe familjarët e të pagjeturve, kom kuptu që nuk mjafton veç Konga. Edhe mandi kom nis me hy kështu në një farë bote, se që ka muj me bo me thonë ma shumë për ta. Edhe komplet ekspozita ka qenë, dhe më thonë, me murin, i cili i ka shpalos persona që janë gjetë, faktikisht që mungojnë, edhe që disa që janë gjetë. Dhe kjo pjesa kënej i ka pas kodet e, që po ishin i shto numrat, këto e në kodet e varezave, dhe më thonë, kur janë gjetë ata njerës. Edhe pyetja ka qenë se ç'llë procesi, që procesi i vështirë, që familjarët e kalojnë çdo herë, tash 26-7 vjet po bëhen, që dikush ende ka të pagjetur, sar gjendet një varezë e re, prapa ata njerëz, prapa ato shpirtra trazohen, sepse kanë me kalu në për të njëjtin proces të identifikimit. Për me dita është personi në fjalë që ka më kthyer ose jo. Edhe që kjo përplasja ose ballafaqimi më mirë me thonë midis emrave që janë të zhdukur edhe kodeve që vinë her pas here prej varezave masive, domethënë është ai emocioni që është një plagë e hapur që vazhdimisht ngacmohet. Kështu që ekspozita i ka pas 2 dhoma, dhoma e parë, domethënë që kjo me lule me emra dhe me kode, që ka qenë pjesa e shtëpisë, që emocioni i shtëpisë, dhe që kjo lulja e kallëzon që të dashnin e majtun peng. Adin sa ata njerëz nuk hekin dorë, familjarët nuk hekin dorë për tëne deri sa t'i gjojnë. Por për shembull mas 3 javë kur kështu me pa ekspozitën, krejt lulet kanë qenë që aty kanë qenë krejt të lodhuna, të vyshkuna në kuptimin e lodhjes konstante të familjarëve në pritje pa pas përgjigje, do me thonë, për ta, për derisa dhoma tjetër ka qenë dhoma jone komunikimit përditshëm, që ato që përmenda ma herët, na i komunikojmë ata ma shumë si numra, si dokumentim, nuk është gjithmonë emocioni njëjtë, si kur i dikuj që pret dikë, si kur i joni, do me thonë që e trajtojmë si fenomen edhe pasoj të luftës. Oke, kalojmë tek ledi i radhës, tek ekspozita tjetër, oke? Edhe kjo përsërimit të pagjeturit. Për shembull, kjo bluza është pjesë e asaj fotografisë që po e shihni atje me plot, me farmerka, me këpucë, me xhaketë. Do me thonë, këto janë rrobat e fotografume në një ekspoze të gjeturve nga varreza masive në Batajnicë në Serbi. Edhe këto janë ekspozuar në fushë Kosovë, nga OSB-ja. Tani kjo rroba është kështu origjinale Run for Your Life? Po, kështu ka qenë që. Që ku e ki atje originalin, unë e mandi e kom afru, e kom bo matë madhe, që ku e ki kodin aty, dhe me thonë këto janë robat që janë të njerëzve të ndryshëm, po mu kjo, blues, dhe me thonë ma ka livi shpirtin a dit, sepse Run for Your Life, ta përkthej për zonja atu nëse nuk e flasin anglisht, nëse për të tjere, vrapo për jetën tënde, edhe që aty ti e kuptan, dhe me thonë një person i cili s'ka mri me vrapu mjaftushëm për me gëzu jetën. E ka qenë një moment shumë sfiduz, dhe me thonë, aty, edhe gjithmonë e kom të rëndësishme, dhe me thonë, edhe me gjetë kujti për kasin. Këtë fotografia kom dërgu Kushtrim Garës, i cili sot është tek... Nuk është gjetur, apo? Jo, kjo është gjetur, po tash me gjetë emrin. Mu m'intereson me gjetë emrin. Kush është ky personi në fjallë? E ke gjetë, apo jo? Jo, e kom qënë fotografin, kjo është i gjetur, por tash fotografia është e kushtrimi, përmes këti kodi, edhe aty në farë dokumenteve të OSB-s në atë kohë dhe unëmikut. Këtim, baset dikujt mund t'i kujtohet pikërisht kjo bluz që e ka pasur të veshur? Fix. E mandej, normalisht e kom përdor në disa ekspozita, sepse më ka intrigu, sepse ka mujt me qenë ideal, i cili sot ka mujt me qenë këtu të folë me ty, me shumë suksese në Kosovën e mas luftës. Po ka mund me qenë se cili prej nesh? Po, e vërtet. Pozicionin e ti. Dhe fotografia, apo ledi i fundit me fotografi nga ekspozita tjetër? E tash, këtu kom pas një rol tjetër, nuk është ekspozit 100% e imja, këto e në fotografi të Atë Mullës, edhe një ullumtemi integrës që ka bo me familjet e të pagjeturve në rajonin e Pushtrisë dhe Mitrovicës, edhe qëllimi ka qenë që me bërtit mrena kuvendit Kosovës. Kretë kjo muhabet është kur unë s'kam qenë heq në kuvend Kosovës, kush kish menu që mas një vit e gjys përfundoj aty. Edhe unë kom pas rol të kuratorës këtu. Po me gjithat materiali për mu ka qenë, si me thonë, shumë svidus për me bod diçka mrena një institucionit, që ka po dënë ti me të regu, okej, disa fotografit familjarve. Edhe tani e kom pas rëndësishme që komplet e kom zgjedh këtë koridor, ju ato hollet e mdhaja që janë me mermerë dhe të bukra aty në kuvend, po këtë koridor që i lidhë në cilën gjithmonë kalojnë njerëzit për me shku të holli deputetve prej hollit qëndror,
Janë edhe zyrat e partive? Po, jo, të partive nuk janë. Këto janë zyrat e administratës. Po, është edhe një prej zyrave që mojmë Komisioni për Drejtat e Njerëzit. Më ka interesu me kriju një rrethon që njerëzit që punojnë aty i bujnë me mendu për ta çdo ditë, edhe me kuptu përgjegjësinë që e kanë për mi dhonë përgjigje kësaj çështje, çdo ditë me u përkujtu.